Përshëndetje. Nuk është thjesht një mit që qarkullon nëpër kafenera edhe në darka mes burrave, kur shumë burra ankohen se gratë, sapo martohen, nuk janë më ato që ishin. Jo vetëm në sjellje, por dhe në pamje, në energji, në përkujdesje ndaj vetes. E kur e njoha unë atë, ishte gjithmonë me flokë të kreura, e parfumosur, me buzëqeshje. Tani rri me tuta, me bigutina, sikur e ke nxjerrë nga kazani. Është një fjali që shpesh ne psikologët i dëgjojmë në seancat tona. Por pse ndodh kjo? Pse disa gra e lën veten pas martesës? As kjo çështje përtatësie, mungese motivimi, apo është një simptom e thellë që flet për rolin e tyre të lodhshëm në shoqëri, për zhgënjimet emocionale dhe për mosbarazinë e përditshme në marrëdhënie. E para, martesa nuk është pushim, është fillimi i turnit. Shumë gra arriten me idenë se martesa është një lloj shpëtimi nga prindrit, nga varfëria, nga pasiguria, dhe kur më në fund vendosin unazën në gisht, fillojnë të bëhen të arira. Por realiteti shpesh është më pak romantik. Martesa nuk është një vil në Bregdet, ku do të rish me këmbët në ujë, për një marrëveshje ku shpesh femra merr në dorë punët e shtëpisë, kujdesi për fëmijët dhe shpirtin e marrëdhënies. Kjo lodhje e përditshme, sidomos në shoqëri ku burri është kryefamiljar me status, por jo gjithmonë me kontribut praktik, bën që gruaja tu mbas jo vetëm entuziazmin për të qenë e bukura e shtëpisë, por për veten e saj edhe si individ. E dyta është marrëdhënia me trupin, nga dëshira në funksion. Një vajzë në lidhje dashurie vishet, parfumoset, kreh flokët, sepse ka dëshirë të jetë më tregse, sepse ka një ndjesinë e zgjedhjes në lojën erotike. Por në martesë, sidomos pas lindjes së fëmijëve, trupi i saj kalon nga objekt dëshire në objekt funksional. Nuk admirohet, por përdoret për të lindur, për të gatuar, për të fshirë, dhe kjo bën që shumë gra ta perceptojnë veten më shumë si shërbyese se sa si femra. Askush të mos thotë që nuk ka dëgjuar nënën e tij me fjalët keni marr budallaçkën këtu, keni marr skllaven, keni marr shërbyesen për çdo ditë që ju jeni me to. Por kur nuk ndihesh e dëshiruar, nuk ke as motiv të dukesh e dëshirueshme. E treta, rrjetet sociale dhe krahasimi i pamëshirshëm. Për një moment ndalemi edhe mendojmë. Sa herë një grua e martuar sheh në Instagram një mike të saj që bën foto me buskuq në kafene, në udhëtime, zakonisht i bën edhe nëpër tualete e hotelesh, dhe me fustane elegante, ndërsa ajo është me fëmijën e prerë, me një kafe të ftohtë aty që ka lënë sipër lavatriçes që mëngjes. Ky krahasim i përditshëm, i heshtur, por i hidhur, ul vetbesimin dhe rrit ndjenje se unë nuk jam më asgjë. Dhe kur një grua e ndjen se ka humbur vlerën si grua, ajo e lëshon veten pa shumë dramë, thjesht me mos përkujdesje, me dorëzim të heshtur, me atë shprehjen klasike të syve, s'kam për kë të mbahem më. E katërta, po burrat, a ndryshojnë vallë? Ironikisht, shumë burra që ankohen për gruan se ka rënë, është lëshuar, janë po ata që vetë kanë lënë që barku i tyre të rritet, parfumet që hidhin të harrohet, dhe flirti që bënin të shuhet. Ata harrojnë se as gruaja nuk është më me një mashkull që e bënte të ndiej e veçantë dhe zgjedhur. Të dy palët ndryshojnë, por burrat shpesh janë më pak të vetëdijshëm për këtë. Pritshmëritë nga gruaja mbeten të larta.
të jetë nën, grua, shoqe, kuzhinjere, anvis, por dhe një grua seksuale dhe bukur. Dhe kur ajo nuk i plotëson të gjitha, kritikohet. Si e më si dikur, jo. Nuk je. Ajo tani është nën, është e lodhur, është lënë vetëm. E pesta, si të mos lëshosh veten në një marrëdhënie. Të mos lëshosh veten nuk do të thotë të jesh me makiazh në kuzhinë. Të kujdesesh për veten si grua, jo thjesht si shërbyese shtëpisë. Të mos dorëzohesh emocionalisht para rutinës. Të kërkosh ndihmë dhe partneritet të vërtet në marrëdhënie. Të gjesh kohë për vete, për pasionet, edhe për shoqjet e tjera, për të ndjerë veten se je gjallë. Të rikujtosh se përpara se të jesh një nën dhe bashkëshorte, je njeri me nevoja të tuat. Dhe ndonjëherë do të duhen edhe pak streqe më të bukura dhe më pak buskuq, por mbi të gjitha pak dashuri për veten dhe më pak guxim për të mos humbur veten në emër të martesës. E gjashta, po burrat çfarë mund të bëjnë? Burrat të mos harrojnë të shohin gruan si femër, jo si pajisje shtëpiake. Të falenderojnë dhe jo vetëm të kritikojnë. Të mos e krahasojnë gruan me imazhe të përpunuara të rrjeteve sociale. Të krijojnë momente për të ndezur marrëdhënien, jo vetëm për të kërkuar marrëdhënie seksuale. Të kujtojnë se edhe ata janë pjesë e këtij transformimi. Nuk je më beqar që pret shërbim, je partner. Dhe si mbyllje do të thosha, të lëshosh veten nuk është mëkat. Është thjesht një shenjë që diçka nuk po funksionon. Është një alarm që gruaja nuk po ndihet më grua, por vetëm është në një rol. Dhe kjo video nuk është një kritik, por është një ftesë që të dy burrë e grua të kujtojnë që dashuria nuk është vetëm faza e parë kur ata u njohin, por edhe si mbijetojnë së bashku në fazat që vinë më pas. Nëse gruaja nuk është më ajo e dikurshmja, pyet veten, po ti, a je më ai më parshmi? Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komente tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.